Po të shikojmë historitë kuranore tregojnë kur gjunahu dënohet dhe kur vjen dënimi i Zotit në nivel masiv, në nivel kolektiv, është kur ai gjunah bëhet kolektiv, kur ai bëhet agresiv dhe kur njeriu i kalon të gjitha kufit. Dhe në rastin e popullit të Lutit i kemi të gjitha këto. Ata është një gjunah apo e keqe masive, është kolektive, e bën i gjithë populli. Dhe ata e shoqërojnë këtë me shumë cilësi tjera, agresiviteti ndaj njerëzve, ndaj nderit të tyre, ndaj pasurisë të tyre, janë të shumë të dhunshëm dhe ndaj mendimit ndryshe. Nuk është se thjesht kanë atë të vetën dhe mundohen të mos i përzihen njerëzve. Ata i përzihen njerëzve dhe por nuk është thjesht një stil jetese, por është një doktrinë, është një qasje e cila kthehet edhe në betejë, kthehet edhe në luftë. Edhe çdo kush që nuk është me ta në këtë gjë, ai nuk është thjesht me mendim ndrysh, por është kundërshtar i cili duhet të zhduket ose fizikisht ose duhet të dëbohet. Dhe rasti që kemi ajetin kuranor thot nxirreni Lutin dhe ata që janë si puna e tij prej këtij vendbanimi sepse ata duan të jenë të ndershëm. Ata duan